Nëse dëshiron të bësh diçka për musafir special, pra do t'ju tregoj një recetë në vazhdim. Pra këtu janë llokumat me mollë dhe kanel. Pra brumin do e përgatisni në këtë mënyrë. Ju nevojiten 500 gram miell, 300 deri në 400 ml qumësht, gjysmë luge me krip, pakës sheqer dhe një lugë gjelle maje buke. Brumin duhet të pushoj për 50 minuta afërsisht dhe më pas, pasi brumi të ketë pushuar, e bëjmë pejtën kështu sikur në video. Pra nuk duhet të jetë shumë e hollë, por as shumë e trash, mesatare. E lyejmë kështu me kanel dhe mollë siç e patë edhe videon dhe më pas do i fërkoni në vaj. Pasi petullat të jenë fërguar në vaj, do e hedhni me një letër kuzhines që të thithin vajin dhe më pas ju mund t'i sheqeroni me çka të doni. Si për shembull me sheqer normal, sheqer pluhur apo quftë mjalt, pra le të mbetet në dëshirën tuaj. Unë shpresoj që u kënaqet me recetat e mia. Ju mos harroni të më ndiqni edhe në YouTube, në Instagram e po ashtu edhe në TikTok. Nga unë mirëmbëjtje.